siç kanë qenë në të kaluar. Dhe kjo kushtrim pavarësisht që mund të themi lirisht që është një farë lodhje sepse Kosova brenda një viti në 3 procese zgjedhore po kalon, por do të shkojmë në Mitrovic tani? Po, siç duket kemi gazetarin Flamur Gajtani, të cilit ja kalojmë linjën me njerë. Po që? Në kafenenë e cila u paralemrua më herët është anuluar tashmë. Kjo me qenë se ka pasur një tensionim brenda kësaj kafeneje prapa nesh, e cila edhe ka vendosur pronari saj që ta mbyllë të njëjtën dhe gjithë ata që kanë qenë brenda janë urdhëruar që ta lirojnë lokalin. Mesin e tyre ne kemi afër një qytetar që ka qenë brenda kësaj kafeneje. Ndërona na thuaj emrin fillimisht. Unë quhem Amer Miftari. A mund na tregosh se çka ka ndodhur pak minuta më herët, me qenë se pam një tensionim situatës? Na kem tu pi kafe si zakonisht shqipina te ky lokal, jena domethënë rrina vazhdimisht te ky lokal, edhe jena në shoqni domethënë kë domethënë shfrytëzoj ato dhe për atë ndaj kemi marrë. Na nuk dashtu me bë probleme, nuk dashtu me nxit incident, sepse mosës nuk i dihet, edhe vendosëm me i shpërndot gjithë, edhe me kalu në mënyrë qetë kjo punë. Na nuk kena nevoj për përshomje, na nuk kena nevoj për shantazhe, na nuk kena nevoj për gjona që nuk i takojnë Mitrovicalive. Na Mitrovicali dina edhe me votu, dina edhe me shku në qendër të votimit, nuk kena nevoj me na bo as presion, as shantazh, as kërgjë. Ajo është thonë fillimisht me liru lokalin para se me ardhë dikush tjetër apo si ka ndodhur? Jo, na i na thonë këtë, ai ka dosh morë në turm, domethënë ku jena thënë na tunajt shoqnishi kështu, domethënë që rrinë atë në kuhen gjithë. Jo vetë sot, po vazhdimisht na rrinë në këtë lokal. Po ai ka tentu më orë na kena shpreh një pak natësi të unë se shpuna diçka. Po mos hajde me provoku mosën se edhe vendosëm i shpërndot, domethënë në mënyrë qetë u shpërndajtëm, nuk kena nevojë për incidente. Shkosh shqipje në vllazni, mos hajde me bo për çomjen popull, nuk janë të mira këto sene. Se besoj që i shërbejnë dikujt në këto gjona hiç. Edhe vendosi pronari me mbyll lokal. Po pronari për shkak se nuk doshti incident, nuk ka nevojë me u bë dëm lokal, se është e rrezikshme edhe me rujt qytetarët, me rujt Mitrovicalit, shkosh shqip. Jena Mitrovicali, kena me konë deri në vdekje Mitrovicali. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Pra me ato çfarë kuptuam edhe pararoja që zakonisht vendoset në vendet ku pritet që të shkojnë në vizitë kryeministrin e detyrë, tashmë është larguar nga ky vend, janë vetëm disa pjesëtarë të njësisë për reagim të shpejtë të policisë së Kosovës, të cilët po vazhdojnë të qëndrojnë për çështje sigurie në lagjën Tavnik të Mitrovicës, mirë po ajo që dihet me siguri tashmë është që kryeministri e detyrë dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje nuk do të vijë në këtë lokacion dhe është paralajmëruar që do të ketë edhe disa vizita të tjera në qytetin e Mitrovicës, por jo në këtë lagje, me qenë se për arsye të cilat i kuptuam. Ne do të lëvizim tani më dhe do të shohim nëse do të kemi mundësi që të marrim ndonjë prononcim edhe nga aktorët të degës të lëvizjes vetëvendosje këtu në Mitrovicë për situatën e krijuar në lokalin në fjalë, por edhe për krejt vizitën e këto minutave të fundit të kryetarit të vetëvendosjes këtu në Mitrovicë. Faleminderit Flamur, në momentin e parë që do kesh dikë afër, të lutëm kërkoj linjën, pra një situatë e krijuar në atë vend ku ishte paralajmëruar, apo na tregoi Flamuri që është paralajmëruar të jetë lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, nuk ka ndodhur një tubim i tillë për shkak se disa qytetarë të tjerë kanë shfaqur pakënaqësinë e tyre, nuk kanë dashur që të lirojnë një vend për arsye se po konsiderojnë që mund të jetë kjo si një vizitë përçarëse ndërmjet qytetarëve atje. Si do të jetë nëse do të ketë pastaj aktorë të tjerë me të cilët do të bashkëbisedoj Flamuri, do kuptojmë edhe më shumë rreth kësaj. Patjetër kushtrim. Do të e përmendëm edhe më herët që përpas Kurtit që e paralajmëruam që do të shkojë në atë lokal dhe thamë edhe më herët që si duket është angazhuar e gjithë udhëheqësia e lëvizjes vetëvendosje dhe thamë se Glauko Njufca është në pej, nëse ka arritur ose jo, mësojmë detaje më shumë nga gazetarja Qëndresa Bellagoshi e cila po përcjell gjithë çfarë po ndodh atje në pej. Qëndresa, a ka ardhur Zoti Konjufca në pej, apo ende pritet dhe është vetëm si informacion që ke marrë deri tani?
Në fakt linda tashmë numri 2 lëvizjes vetëndosje Glauko Njusa, vetë se ka përfunduar vizitën këtu në Pejnë, i patëm rastin që ta takojmë atë tek në fund të vizitës në largim të tij dhe shkurtimisht e pyetëm atë për arsyeën e vizitës dhe në rast se kjo është një fushat, ashtu siç po interpretohet edhe publikisht, por për shkak të se vetë se ishte tashmë duke u larguar, tha se nuk mund të jap një përgjigje në largim me sipër duke ikur në vetur. Por për këtë dhe